Të nderuar vëllezër, me lejnë dhe vullnetin e të madhit Zot do të flasim për smundjet e përmendura në Kur'an dhe në hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe udhëzime për shërim. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Ma anzala Allahu da'an illa anzalahu shafa." Nuk ka zbrit Allahu ndonjë smundje vetëm se me të ka zbritur edhe shërimin e saj. Tash, a zbulon shkenca, a ndon zbulime sipër apo të ngjashme, mbetet për t'u thënë. Allah i madhërisëm në Kur'an thot: "Inna ma'al usri yusra." Më të vërtet pa dyshim. E hek një dilemë të kamotshme tonën. Më të vërtet pas vështërsisë, respektivisht pas vështërsive në tërsi, vjen lehtësimi. Nga ky ajet na kujton një të vërtetë të madhe. Çdo vështërsi e jetës, përfshirë edhe smundjet, kanë një qëllim dhe sjellin një mirësi. Në këtë hutbë do të flasim për smundjet që përmenden në Kur'an dhe hadith. Ndikimi që ato kanë jetën tonë dhe si duhet përballojnë. Smundjet e përmendura në Kur'an përmenden 3 lloje: smundjet e hipokrizisë, respektivisht smundja e hipokrizisë, smundja e epshit dhe smundja e trupit. Dy të parat janë smundje shpirtërore, ndërkaq smundja e trupit është smundje fizike. E para, smundjet e hipokrizisë. Allah i madhërisëm në Kur'anin famlar thot: "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun." Në zemrat e tyre ka një smundje. Është fjala për hipokritën, munafiku. Keni dëgjuar? Popull quhet munafik, hipokrit, dyftyrç. Allahu thot për ta, në zemrat e tyre ka një smundje. Allahu ja shton smundjet. Ata i pret një dënim i dëmshëm për shkak të hipokrizisë së tyre. Pse o Zot i pret dënim i ashpër, i dëmshëm për ta? Pse kanë hipokrizi? Kanë dyftyrsi. Në Kur'an hipokrizia përshkruhet si një smundje zemrës. Ajo mbjell dyshime. Dyshon njërin, gjithon dyshon shoqëri, dyshon familje, dyshon besim, dyshon njerëz, dyshon shef, dyshon punë. Inna ba'da dhanni ithm. Disa dyshime mëkat, gjuna, haram. Jo çdo gjë duhet me dyshu. Prandaj ose të imanit, hipokrizia sjell dyshime, pasiguri. Kur njeri është i luhatshëm, është i pasigurt. Nuk ka siguri ky person. Dhe dyftyrsi, duke dobësu besimin dhe moralin. Kjo smundje shpirtërore ka pasojë të rënda, sepse largon njeriu nga vërteta dhe e çon drejt mohimit, drejt kufrit, e largon njeriu nga vërteta, duke dyshu, duke qenë pasigur, duke qenë dyftyrsh. Pra e largon nga vërteta, nga besimi i pastër e largon dhe e çon drejt mohimit, mohon çdo gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Laysa man takallama fi d-din, walakin man yumathil bil a'mal." Nuk është ai që flet për fe, veç fol për fe. Nuk ka kjo. Por ai që përfaqëson ata me veprimet e tij. Nuk ka me fol për fe, por ai që përfaqëson me veprat e tij. Ajo është fe. Feja nuk është veç me folë. Feja është praktik, është jeta jote. Prandaj me të drejtë ka thonë: "Lejse kullu men takallama fi d-din, walakin man yumathiluhu bil a'mal." Nuk është ai që flet për fenë, por ai që përfaqëson atë në veprimet e tija, në jetën e tij, në moralin e tij, në sjelljet e tija, në veprimet e tija, në punët e tija dhe çdo gjë tjetër. Ky hadith na kujton se veprimet kanë më shumë rëndësi se fjalët. Po. Shpesh dëgjojmë valla për dëgjoj hoxhën mirë foli. Mirë, faleminderit që po na dëgjoni, po ka ardhur koha me vepru, me punu.
Ndëgjimi pa veprim është argument kundër te e ditën e gjykimit. Prandaj shumë sot muslimanët flasin e pak praktikojnë atë që i flasin vetë. Allahu thot ditën e gjykimit, pse po e thani atë që nuk e punoni? Besimtari vërtet duhet ta shfaq në sjelljen të ndërsjellët dhe të drejtë. Jo vetëm në thënie, sinqeritet në çdo të drejtë. Hipokrizia na largon nga rruga e Zotit. Ti je i tillë është smundje shpirtërore që meriton shërim. E dyta lloj e smundjes prap shpirtërore është smundja e epshit, egos. Njëri ka ego, ka epsh, epshore. Allahu në Kur'an thot: "Fala takhdawna bil qawli fayatma'u alladhina fi qalbihim maradun wa kun qawlan ma'rufa." Mos flisni me përgdhelje, që të mos dëshiroj ai që ka në zemrën e tij epsh, po flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Burri ka pohën, burri ka lojën. Burr, prandaj Allah kështu dëshiron, që mos ju dëshiroj ai që ka në zemrën e tij epsh. Ndikon, po flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Gjithmonë drejt. Komentuesit thonë se smundja është epshi dhe lakmia. Ajo tërheq njeriu në devimit, dëmton moralin dhe largon nga rruga e drejtë. Allah në Kur'an thot: "Wala tattabi hawa fayudillu an sabilillah." Mos ndiqni pasionet, mos ndiqni egot. Ty po ta merr me çështë. Mos ndiq që ty, ndiqet vërtetë. Mos ndiqni pasionet, as ata që shmangin nga rruga e Allahut. Mos ndëgjoni ata që shmangin nga rruga e Allahut. Që shpërgur me dalë njeri që është më i dobët se ti. Këto më që ditna, i menqër që shkon mas ignorantit. Nuk është problem, ndonjë ignorant mos me ditë më shku mas menqërit. Sa i menqërit, ka çka tjetër. Veç të menqërit, me shku mas ignorantve, kjo është e pa kuptim. S'ka shpjegim, s'di që duhet me sfigu këta. Prandaj kemi të kujtesshëm, sa njeri fol për ty, për kombin tonë, për fejnë tonë, për traditën tonë, e të shpif, e të nënshman, e të përdhos. Ti me nisë një dëgju ata, ti duhet veç me met objekt se kush këta dhët një fjallë dhe me shku mas ti. Pra nga jo vëzër të imanit, mos ndiqni pasionin sa ato të shmanin nga rruga Allahut. Ky ajet na paralajmëron për rrezikun e pasimit të epshit, i cili çon në devim dhe në humbje shpirtërore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kullu da'in lahu dawa'un wa anfa dawa' al-shahwa hifdhu al-jasad wal-'aql." Çdo sëmundje ka ilaç. Dhe ilaçi më i mirë i epshit është ruajtja e mendjes dhe trupit. Ruajtja e mendjes dhe ruajtja e trupit. Çdo sëmundje ka ilaç. Ilaçi më i mirë i epshit është ruajtja e mendjes, me rujt mendjen dhe me rujt trupin. Këtë hadith e shënon Sahihul Muslim. Ky hadith në mëson se çdo problem shpirtëror, siç është epshi, ka një mënyrë për ta shëruar. Ilaçi më i mirë i epshit është kontrolli vetes. Me kontrollu veten pa, nalu pa, kontrollu veten, qetëso pa. Ti unë gjithë cilë. Ruje mendjen, ruje dhe trupin, nga ndjekja pasioneve dhe dëshirave të dëmshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam në nxiste të ruajnë vetë kontrolin, moralin dhe nderin. Vetë kontrol, moral, nder, duku larguar nga çdo gjë që na devion nga rruga e drejtë. Jeni të kujdesshëm që epshi mos me ta sundu jetën tonë. Madje ardhja e pejgamberëve është që njerëzit t'i largojnë nga adhurimi epshit dhe egos në adhurim e krijuesit. Kjo është motivi i fesë. Pse ka feja që ka pas nevojë Zoti për ne? Që njerëzit t'i largojnë nga epshi, egoja, dëshira, që ka po Zot egon e tij në adhurim e krijuesit.
Prandaj, t'jemi të tillë, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falenderojmë Allahun, salatu e selam I dërgojmë pejgamberin ton alayhi salatu wassalam. Smundja e tretë që përmend në Kur'an është smundja e trupit dhe lehtësimi në Kur'an. Në smundemi çdo ditë. Flama, smundje matletat, mesme, tronta, përfundim total. Allah më madhërishëm thotë në lidhje me agjërimin, kur fol për agjërimin. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Kush është I sëmur apo në udhtim, le ta gjëroj ato ditë me ditë ma vonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. Nuk dëshiron Allahu vështirësim për ju. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriun, Allahu nuk e ngarkon muslimanin dhe njeriu në përgjithësi me diçka që s'mundet. Këtë ajet Allahu na mëson se në kohë smundje nuk duhet të ngarkojmë veten për te mundësive. S'ka ngarku Zoti, as ti mos e ngarko vetveten. Ai na lejon lehtësime dhe nuk na kërkon më shumë se ç'mund të përvallojmë. Kjo tregon mëshirën dhe dëmshurinë e Tij, dëmshurinë e Allahut të madh ndaj nesh. Po përmbyllim me disa përfitime ose dobi nga përdorimi I fjalës sëmundje në Kur'an. E para, fjala sëmundje përfshin çdo dobësim të njeriu fizik, çdo dobësim I njeriu fizikisht, shpirtërore apo morale. Nëse ka në Kur'an sëmundje, ka për qëllim ose anën fizike, ose anën morale, ose anën shpirtërore. Ajo mund të shfaqet si dobësim I besimit dhe moralit, ose si pamundësi fizike të vepruarit. S'ke mundësi fizikisht, ti nuk vepron. E dyta, ku përmendet sëmundja e shpirtit, si hipokrizia dhe epshi, njeriu mban përgjegjësi për to. Domethënë dy të para. Atë njeriu mban përgjegjësi për to. Këtë sëmundje sjell dëshkim nga Allahu, si thot Allahu, nëse hipokritët, nëse munafikët, ata që kanë sëmundje të dyshimeve në zemrat e tyre dhe ata që përhapin lajme të rrejshme në Medinë. Të na kjo vjen praktikisht lajme të rrejshme, veç që hap televizorin edhe kiameti. Ku të ndodhë diçka e bojnë mizën budhi. Allahu thot, nëse hipokritët, munafikët, ata që kanë sëmundje dyshime në zemrat e tyre dhe ata që përhapin lajme të rrejshme në Medinë, nuk heqin dorë për kësaj sëmundje, ne do t'ju japim pushtet mbi ata dhe ditën e tyre në Medinë do t'jenë të numëruara. Shpresoj që ditët e numëruara do t'i kenë këta të cilët hapin lajme të rrejshme dhe në vendin tonë. Ky është një paralajmim për të ruajtur zemrat tona dhe për të përpjekur për pasimin shpirtëror. Dhe e treta, smundjet fizike, si në rast të agjërimit dhe të tjera, shpesh shoqërohen me lehtësime dhe mundësi fjalësh. Allahu na jep kufizime dhe na mundson në mundësitë tona, nuk na ngarkon me detyra që nuk mund t'i përballojmë, na lehtëson Allahu te barekuhu te ala. Për fund, o vëllezër, smundjet janë pjesë e jetës tonë. O vëllezër, kuptoni që këto smundje janë pjesë të jetës tonë. Qofshin ato fizike, shpirtërore apo morale. Çdo smundje për ty ka një mësim. E morë vesh se morë vesh, dikush se merr vesh. Dikush e merr vesh, po valla. Gabua që ty futan haram, ka tregu, ta ka qit një lajmërim. Të ka dhënë një mësim. Pas çdo mësimi vjen mësimi. Allah na ka dhënë udhëzim në Kur'an dhe hadith për ta ndihmuar të përballojmë smundjet në mënyrë më të mirë. Qysh mënyrën më të mirë ka mësuar Zoti. Le të kërkojmë shirim dhe ndihmë nga Allahu, I cili është I vetëm që mund na shpëtojë. Allahu na udhëzoft të gjithë dhe amin. Allahu udhëzoft familjarët tonë. Allahu ndihmoft
vendin tonë, Allah ndihmoft Kosovën tonë, Allah ndihmoft kudo të qofshin besimtarët e nënshtruar që nështrojnë krijuesit dhe largohen nga çdo zhdyshim dhe nga çdo kufër dhe nga çdo hipokrizi në jetën e tyre. O Zot na fal ne, fali familjarët tonë, ndihmor garfnjakët në mesin tonë, o Zot na fal ato gjuna që i dim, ato gjuna që nuk i dim, ato gjuna që i bën nga harresa, ato gjuna që i bën nga shkëndesi. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم السر وأقم الصلاة